Një ndryshim të tatimit dhe kozgjatje të fushatës, Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme ka paraqitur 3 propozime sa i përket projektligjit që bashkëshoqëron paketën fiskale 2026. Ndërsa projektligji parashikon një normë tatimi prej 5%, shoqata e kundërshton duke sugjeruar ulje të saj në 3% dhe të jetë diferencuar me subjekte tregtare. Çuditërisht, në këtë projektligj i kemi entitetet komerciale me individin të barabartë, ndërkohë që momenti i pagesës dhe mundësia për ta quajtur shpenzim të zbrisëm nuk e kemi të barabartë. Pra individi ngarkohet me 5%, edhe entiteti komercial ngarkohet me 5%. Entiteti komercial e përfshin në pasqyrat financiare në fund në 31 mars të 2026 dhe këtë 5% që ka paguar ka mundësi të fusi si shpenzim të zbrisëm në tatimin e fitimit. Pra ose fitimi që është para taksave dhe pas taksave. Ne besojmë që ky 5% që sidomos për banesat do duhet të jetë 3%. Një tjetër shqetësim që shoqata ngrej për këtë projekt ligj është dhe përjashtimi nga rivlerësimi i banesave në proces legalizimi. Në draftin paraprak ka qenë e përfshirë pjesa e pasurive paluajtshme të cilat ishin proces legalizim, pra që kishin marrë një vendim për t'u legalizuar. Ndërkohë që në draftin që vjen final e kemi të hequr si nen. Neni 3 është hequr. Përposi ne propozojmë shumë që duhet të jenë prona të cilat kanë marrë tashmë një vendim legalizimi. Afati i vlerësimit të pasurive të paluajtshme është parashikuar nga 1 janari 2026 deri në fund të vitit, por Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve propozon zgjatjen e mëtejshme të afatit.